Gjykata themelore e Prishtinës ka lëshuar një fletë arrestim për Milan Radojčić, ish nënkryetari i Partisë Serbe Lista Serbe, dhe 19 shtetas të tjerë serb, të cilët akuzohen për krime lufte kundër popullatës civile gjatë periudhës së luftës në Kosovë. Sipas dokumentit të lëshuar më 15 prill, Radojčić dhe të tjerët dyshohet se kanë qenë pjesë se një grupi që ka kryer vrasje dhe abuzime ndaj civilëve shqiptar. Sipas fletarrestimit, gjatë periudhës 7 deri 10 maj 1999, në fshatin Ura e Taliqit në Gjakov, forcat ushtarake dhe policore serbe, përfshirë Radojčićin, hynë në shtëpitë e shqiptarëve. I ndan burrat nga gratë dhe fëmijët dhe vranë gjithsej 106 civil shqiptar. Trupat e viktimave u gjetën më pas në një varrezë masive në Batajnic, Serbi. Ky grup, sipas dokumentit, arrestoi dhe burgosi më shumë se 300 civil shqiptar, të cilët u mbajtën në kushte të papranueshme dhe u dërguan më vonë në burgje të tjera të Kosovës. Përveç këtyre akuzave për krime lufte, Radojčić kërkoi gjithashtu për sulmin e armatosur në Banjisk të Zveçanit në shtator të vitit 2023, për të cilin ai ka marrë përgjegjësinë. Ky sulm, që Kosova e konsideron si një akt terrorist, është përfolur edhe për përfshirjen e Serbisë, një akuzë që Beogradi e mohon.